E keni fjalën të fuqishëm dikun në një televizion Kosovë nëse s'gaboj në ATV këto afër nesh, ku ka thonë që shqiptarët mendojnë që atje po dënohet Hashim Thaçi, por nëse dënohet realisht Hashim Thaçi, mas 10 vjet e komotin kontest edhe pavarësia e Kosovës. Jo, s'ka dënim individual, s'ka këtu gjykime individuale. Ata akuza nuk është individuale. Kur s'ka pasë, s'ka me pasë. Po është mirë, është gjykim individual, kjo është gjykim që natyrisht pa mundër mësë me pasë pasoja politike, juridike për vendin. Ndërmarrje për bashkët kriminale. Absolutisht, atë ka të regon, sikur që thotë e emërtimi të regon për çka po plitet. Fatkesisht, këta e mundu me thonë në para 2016, kura votu kujdes. Nuk ka ndëgju zëri sa duhet, që ku kemi pasojat, pra ndaj kur thash pak më herët, do të më një hatë do gjëra që ka mund me të ardhë. Kjo është proces i ranë, i vështirë, shpecojmë me presim e të shërojmë. Të këtë jenë dhe ashtu është sepse, edhe herë, nuk ka luft më të pasër se luft të është shqiptarët të Kosovës. Nuk ka hetime e gjykime ma shumë se që mojtë për ushikën. S'ka gati ushtari ushikës që s'ta kone për burgje. S'ka komandant që sa hi në për procese gjyqësore. Ka të rejmë futën. Si të dhe drejtu sa futën në procese gjyqësore. Edhe ne i kemi përgjegjë. Nuk ka ftesë prokurori që na që kemi përgjegjë. Mere me menë kërë bëj një pyetje. Po me pas ka një komandant i ushikës, ose një ushtari ushikës, prokurori që thirë, mas me përgjegjë, prokurori që ku që pa ndodhë kriminalisti, qëka ishë bënë Kosovë? E kishin kryquat njeri dhe ushikën. Nuk ka ndohë hala një drejtues i ushikës mas me përgjegjë prokurorisë dhe gjykatës. Kriminalisti së një joni, i thëtë jo prokurorisë. Ndishtë me orë në të vjetë? Se që kom menuën, ditën e parë këmë kanë thirë, këmë thë jam i pa drejtë. Pa drejt, a më të ki për obligimi o përgjegjë prokurorit, jo individit, jo emnit e individit, institucionit. Prokurorit nuk ka emnin blirim, pa të merë sa drejt. Prokuroria, gjykata ka institucion, emrin Kosovë, shtet. Unë kam ju kom përgjegjë se kam dash me respektu shtetin tem. Institucionin e shtetit tim, jo individin kush është aty. Mund me ka individi gabim, mund me ka një prokuror gabim, së ku që kanë gabu rasin tim. Ska fjallë. 14 vjetë. Edhe na kanë mujtë mi ikë. Mi largu, mi tha jo, ne jemi dëshmi e gjallë në padrejtësi që më bënde neve. Po se kemi tha jo prokurisë dhe shtetit tonë. Kur se kemi qitë Kosovën në halë, e me pas e lashe për neve. Jemi shku atje, jemi ballafaqu me drejtësin, jemi ballafaqu me padrejtësit. Kemi një qka mës, qka sa folë, sa shpifja, sa mashtrimi. Nuk ka dinqu, emni ynë, emni familjes. Këtu ka pos media që a qelë dhe mshel televizioni me emna të në të shpifet të rajtë. Ska fjallë. Ne kemi shku atje në gjyq, jo për ta, për shtetin, për institucionin. Dhe juve që të kriminisi aktual, dhe jo, nuk shkojnë në prokurori. Dhe që të më thonë kjo? Kjo dhe më thonë, kur kriminisi nuk respektan shtetin dhe prokurorin, qa banaj që ka bo një krem, për shamull? Pse nese që atu një hajnë mjë përgjegjë prokurorit? Një vrasës. Lëvek, po bëj ka më shku të prokurori. Se du të më shku një qytetari thjesht pra të prokurori kur të javë qaftesën. Hajde pra të bëjmë shto, si të ku qaftesë dhe shkanë shpitë, si të qytetar prokurori. Bili thashtë të unë prokurori. Kriminisi pa të hajde në shpi, imaginani se me qu dikona një qytetari thjesht prokurori, për një shkelje, komunikacion, për një vrasje, edhe me thajnë qytetari atje jam i Malishev, hajde në hëtë këtu në të japë intervistën. Kjo me shkatru shtetin, që kjo me kap shtetin. Që kjo me shkatru shtetin, djem, para syve tonë, aj po ta mohën shtetin, po vazhdojnë institucionin shtetëror me ti mohu. Sot aj të qu selam, ose mesazh, vrasë, ose kriminelve, me thonë, mës lodhi, mës qërë, le e këta prokurorët, le e këta gjykatë mës i respektani. Ikni për tyne. Vrani, vidhni, bani që adoni edhe ikni. Unë si shkoj, se mi shku ju. Neset vjetë që këtë në studje ty një qasoj dyshuar, edhe nëse thëtë përshkanë me shku të prokurori. Kriministë jam së përshkanë? Kriministë ka thonë mësë me shku. Në që shumën me kompli, aj prokurori mirë për mua ka i kesh për kriministë. Nëse i kesh për kriministë, është i kesh edhe për mua, thëtaj. Po dhe. S'ko standard dhe dhe që shtu shkatrohë sistemi për që në këna maru tash e sa vite. Shqeqani, shtetin duhet me dasht, institucionin me respektu kur ta fut shëplak, se kur tje privilegj të onë dojnë.
Shtetin duhet me dashur në çdo fazë e në çdo situatë. Që atë sfidohesh ti sa respektoj shtetin tonë. Sa i gatë që mu sfidu e mu sprovu për ati. 14 vjetë jënë kanë proceset gjyqësore. 14 vjetë. Kam ndodhë mrena ditës, para ditën, 2 proceset gjyqësore. A makinin e RTL-in të thonë nuk shkoj. Ose nuk i përgjigjna. Jëmë shku, jëmë ballafaqu me argumente, kena ballafaqu me fakte, me prova, kam besu në drejtësinë e Zotit edhe njerit këtu, edhe në fund, edhe atje i ka dhënë vullë drejtësime. Mu po amonë se në akuzoj prokurorin, se e ka punë, po motivet, po mund me pasë motivet jo të mira. Në fund jemi njerëz, po ti kemi përgjegjë institucionit. Ne duhet me besu dikun. Ku na i besojmë ne? Shtetit. Nuk o shteti Fatme Limaj. Nuk o shteti qeveria. Nuk o shteti Albin Kurti. Shteti o drejtësia, gjykata, prokuria, institucionet e pavarura. Që kjo shteti. Kushtetuta o shteti. Njerëzit shkojnë e vinë, institucioni mbetet. Nëse prokurori do rrugës përmirësohet o gjykata, pa ndonë e pa drejtësi rrugës, për ditë qytetarëve tonë ndodhin pa drejtësi. A din të sa ushtarëve që kësën burg pa drejt? A din sa qytetari sa të ka mundësi me kam burg pa drejt? Po kjo është shoqëri demokratike që na mundojmë vazhdimisht me përmirësu. Po mundojmë me arrit në Amerikë, mas 40 vite lirohen njerëzit të dënuar me vdekje. Prej adënës, tash. Për ditë ndodhin raste. Po atje sistemi ka me funksionu. Nuk ka kur gjë perfekte këtë botë. Qa ban kë, rënzyre thëtë, nuk i shkoj e ne, më mbo fotografi mu. Kur shon kë njeri më më thirë mu. Ajo është prokurori i Kosovës. Ajo është prokurori sukur ti që je kryeministri i Kosovës. Ajo vepron me ligjin. Ajo kemi dhënë mandati me ligj. Ka rrugë tjera kur motet puna e prokurorit dhe gjykatës. Hajde të bëjmë reformat në ligj. T'jap motën performancën gjyqtarit, prokurorit. T'japëm mundësi prokurorit mirë, gjyqtarit mirë, të vlerësohet e të paguhet, i dopti shmanget, pa e bëhet përmes reformave ligjore. Jo përmes vullnetit me dalë të parlament me thonë, presidentes edhe kryetarit konventit dhe mu s'pe na pëlqej ky prokuror nuk ban me kon. A keni një herë kryeministit të thonë? Çka kështu nesër na me dalë nesër në qeveri me thonë, ky s'm pëlqej mu ky prokuror. Çështë kapet shteti, shkatërrohet shteti. Dhe këto nuk do të me liu qytetari i Kosovës. Sepse kështu më kryo pasiguri për fëmijët e tanë, burra, gra, që të mbledh krimi, që të bëhet më nuk ndeshkohet krimi, që të ndodhin vrasjet, të ndodhin dhuna. Nëse lejojmë qështu, edhe prekëm këtë institucion më të ndihshëm, neve këtu na ka vlerë krimi. Ne duhet me rujtë si sytë e ballit institucionet tona të krijuara. Rrugës mi përmisu. E rrugëm të shumë, mund me thonë një qytetar me ikë ligjit, po s'mundet kryeministri me ikë, me refuzu. S'mujone, ne jemi shembull për të tjerët. Ban një qytetar që atje një kriminal ordiner, edhe mi u shmangë edhe me ikë, deta ze policia. Po s'mundet drejtuesi që merr votë. Po jo se e shembull. I ke marrë 51% vota, po thu 51% vota dhe del para popullit dhe thu, si shkoj prokurorit. Çfarë mesazhi bre ti çuti? 51% Po çfarë mesazhi ti çu popullit? Mos e respektoni. Po. Bani kaos. Një vend, pa gjyqësi, pa prokurori, pa polici, çka është e vend? Kthehemi bomi se ku do vend që më shohim televizor dhe për lindjen e largët. Bot kaos, e shkatërrim, e na mblok krimi këtu. Edhe për këtë arsye, mendon shkurt, njerëzit racional, mendon. Njerëzit që mendojnë e të pjekur, e familjarët do të më ngrit kam, sa më shpejt avanturisa me qunë shpejt. Bravo. So si ka qut gjykata? So si ka qut gjykata do ministra? Pra atë pjesë, punë e gjykatës, nuk foli këtë pjesë. A im pak edhe te kujdesin ndaj popullatës civile në gjendje luftën, ku të luftës?